Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, kundër të tjera do të ndiqni. Plagoset me armë agjenti i krimeve në Tiranë ishte jashtë shërbimit në shoqërinë e fqinje që dyshohet se ishte shënjestër, shpallën në kërkim 2 vëllezër. Nis prishja e ndërtimeve pa leje në Sarandë, ndërhyrja pas zbulimit të aferës ku rezultuan të përfshirë drejtuesit e policisë, aksioni pritet të zgjasë disa ditë. Shtohen përplasjet në fermën e vipave, njëri nga 9 të nominuarit do të shpëtohet nga publiku, sot në mbrëmje do të mësohet cili do jetë fati i të tjerëve. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Një agent krimesh në kryeqytet u qellua me armëzjarri dhe mbeti i plagosur teksa ndodhej jashtë shërbimit. Ai ishte së bashku me fëmijën e tij që kishte thyer arrestin shtëpiak, i cili besohet se ka qenë edhe shënjestra e atentatit. Policia është vënë në kërkim të 2 vëllezërve që dyshohen si autor të ngjarjes. Një efektiv policie është plagosur me armë mbrëmjen e të dielës në Shkozë, ndërsa ndodhej jashtë shërbimit. Agenti i krimeve Angelo Kumaraku në momentin e ngjarjes ishte pranë banesës, i shoqëruar nga fëmijë i tij Keidi Spaja. Ky i fundit rezulton me precedent penal dhe ishte në arrest shtëpie për armbajtje pa leje, mas të cilën e kishte thyer pas daljes nga banesa. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim 2 persona si autor të dyshuar për plagosjen e policit Kumaraku. Ata janë vëllezërit Aldo dhe Ali Lika, që dyshohet se kanë pasur një konflikt për çështje borxhi me fëmijën e efektivit. Burimet bëjnë me dije se pak muaj më parë për shkak të konfliktit, fëmijë i efektivit i ka dhunuar vëllezërit dhe në shenjë hakmarrje, ata dyshohet se tentuan ta qellojnë mbrëmjen e të dielës me armë, por plumbat kapën aksidentalisht policin. Ky i fundit është plagosur në këmbë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë po verifikohet fakti nëse plumbave i është përgjigjur edhe efektivi Angelo Kumaraku. I marrë në pyetje nga kolegët e tij, polici i plagosur ka thënë se nuk ka raportuar që fëmijë i tij thyente masën e sigurisë duke dalë nga banesa, pasi e njihtej që nga fëmijëria dhe e kishte shok. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ka pezulluar nga detyra agentin e krimeve, ndërsa drejtoria e standardeve profesionale ka nisur hetim disiplinor për shkelje të rëndë. Blut kanë vënë në pranga 31 vjeçarin Keidi Spaja, i cili ka thyer masën e sigurisë. Policia e Tiranës vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërkohë e përfshirë në hetime është edhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Pas skandalit ku drejtues të policisë së Sarandës ishin përfshirë në skemën e lejimit të ndërtimeve pa leje, ka nisur prishja e tyre. Fadromat e IKMT-s kanë ndërhyrë në disa objekte, ndërsa mësohet se aksioni do të zgjasë disa ditë. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar këtë të hënë në Sarandë duke ndërmarrë një aksion të gjerë për prishjen e objekteve të ndërtuara pa leje. Janë pikërisht këto ndërtime të paligjshme që dyshohet se janë toleruar prej kohësh që çuan arrestimin e disa drejtuesve të Komisariatit të Policisë në Sarandë, si dhe në shkrirjen e të gjithë zinxhirit drejtues të këtij institucioni disa ditë më parë. Operacioni i IKMT-s po zhvillohet në disa zona të qytetit dhe ka për qëllim rikthimin e ligjshmërisë në territor pas dyshimeve për shpërdorim detyre dhe mosveprim nga ana e strukturave përgjegjëse. Burime zyrtare bëjnë me dije se ndërhyrje do të vijojnë dhe në ditët në vazhdim, ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar kontrolle të imtësishme për çdo objekt që rezulton të jetë ndërtuar në kundërshtim me ligjin. 3 ditë më parë, një skeme e mirëfillt korrupsioni dhe bashkëpunimi me bandat kriminale u zbulua nga policia. I përfshirë në këtë skemë ishte vetë shefi i komisariatit në Sarandë, Gëzim Bashllari, i cili tashmë është në pranga bashkë me 3 varësit e tij, Andi Duro, Aidin Ismailaj dhe Robert Çullaj. Të 4 zyrtarët e policisë akuzohen për 3 vepra penale, shpërdorim detyre, kryerje veprimeve arbitrare dhe mosmarrja e masave për të ndërprerë gjendjen e paligjshme kryer në bashkëpunim. Arrestimi erdhi pas një hetimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe AMP-s, ku zbulua ndërtimi pa leje dhe një hapësirë plazhi në lagjen nr. 1 në Sarandë. Nga hetime dyshohet se shefi i komisariatit dhe varësit e tij lejuan ndërtimin pa leje kundrejt shumave të parave dhe nuk kanë marrë masa për parandalimin e paligjshmërisë. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita urdhëroi menjëherë hetimet dhe më pas u shkarkua gjithë zinxhiri komandues.
Kryeministri Edi Rama ka nisur një vizitë zyrtare në Korenë e Jugut, shtet në të cilin rikthehet pas 24 vitesh, pasi për herë të parë ka qenë në vitin 2002 ku mbante dhe postin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Në vizitën e tij 4 ditore, kreu i qeverisë do të zhvillojë një sër takimesh me sipërmarrës të kompanive inovative me fokus bashkëpunimin ekonomik dhe rritjen e investimeve në Shqipëri. Gjithashtu Rama pritet të takohet me homologun e tij korean Kim Min-song, si dhe drejtuesin e kompanisë Samsung. Kryeministri do të mbajë dhe një fjalë përshëndetëse në ceremoninë hapëse të konferencës prestigjioze të leadershipit aziatik. Në këtë vizitë Rama shoqërohet nga bashkëshortja e tij si dhe një delegacion me zyrtar të lartë. Pas Seulit në datën 21 maj, Rama do të udhëtojë drejt Tokios me ftesë të homologes japoneze. Ervin Saliani kërkon anullimin e përjashtimit nga gara për kreun e Partisë Demokratike. Në një letër drejtuar forumeve, ish deputeti demokrat shprehet se është i vendosur për të dalë në betejë përballë Sali Berishës. 5 ditë para zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike, ish deputeti Ervin Saliani u ka kërkuar organeve drejtuese të PD-s ta lejojnë të garojë përballë Sali Berishës. Nëpërmjet një letre, Saliani kërkon anullimin e 2 vendimeve, atë për përjashtimin e tij nga partia dhe atë për përjashtimin e tij nga gara, pasi ai pretendon se nuk ka shkelur në asnjë rast statutin e Partisë Demokratike. Në demokraci nuk ke mundësi të zgjedhësh kundërshtarin dhe ndaj për mua nuk përbën asnjë problem që kandidat të jetë Sali Berisha dhe për këtë arsye nuk kam asnjë kërkesë procedurale për ta përjashtuar atë nga gara. Ai të jetë në garë bashkë me aleatin e tij Edi Rama, bashkë me varësit e tij, bashkë me komisionerët e tij dhe bashkë me bashkëpunëtorët e tij në krimin e organizuar. Dhe unë do të jem përballë bashkë me demokratat në një betejë të vërtetë elektorale. Por kërkesa e Salianit u la në heshtje nga Partia Demokratike. Sekretari për çështjet zgjedhore në PD, Ivi Kaso, doli sot për të dhënë detajet e organizimit të zgjedhjeve për kryetarin e partisë, duke përsëritur se i vetmi kandidat në garë është lider historik, Sali Berisha. Këtë të shtunë, 77 deg të Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë shprehen në referendum për kryetarin në një ushtrim të demokracisë. Partia Demokratike është krenare sepse që nga ngritja e Komisionit të Rithemelimit deri në datën 23 maj ka zhvilluar 7 procese zgjedhore të hapura, të drejtë për drejta dhe demokratike. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani nisi në muajin nëntor një lëvizje brenda PD-s me takime në të gjithë vendin, duke kërkuar hapjen e partisë dhe ndryshimin e leadershipit. Por kryetari i PD-s Sali Berisha akuzoi për bashkëpunim me krimin dhe vendosi përjashtimin e tij nga partia. Për këtë arsye, kur Ervin Saliani dorëzoi kandidaturën për postin e kryetarit PD-s, ajo u refuzua. E në këto kushte, Sali Berisha është i vetmi kandidat për të cilin do të votojnë demokratët në garën për kryetar që do të zhvillohet në datën 23 maj. Sali Berisha tha këtë të hënë se ish drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka shkelur ligjin me një vilë që disponon në Bregdet. Sipas tij, Dumani ka gënjur për vilën duke falsifikuar dokumentet e saj të pronësisë. Nga podiumi pranë strukturës së posaçme ku paraqitet 2 herë në muaj, Sali Berisha hodhi akuza të rënda ndaj kreut të mëparshëm të këtij institucioni, Altin Dumani. Ai e denoncoi publikisht Dumanin duke pretenduar se është autori një mega skandali për falsifikim dokumentesh, tjetërsim pronash dhe pastrim parash, duke nënvizuar se edhe procesi i vettingut ishte fiktiv. Bëhet fjalë për një shtëpi banimi për të cilën Berisha pretendon se është legalizuar në shkeljet ligjit nga kryeministri Edi Rama për të mbajtur peng Altin Dumanin. Dumani thoshte se ishte ndërtuar, ishte kish ku faleshin dhe i bëshin dhurata familjes vjerrit tij. Pra në vitin 2004 toka ishte arë si përfaqe e lirë në pronësi të kryetarit Gëzim Çullhaj. Për Altin Manekun, se këtu ja kalon edhe i renë shkë disa aspekte. Është ndërtuar në vitin 2000 dhe është banuar që nga viti 2000. Kjo të regon se çfarë vettingu është bërë dhe se si ky është majt peng. Berisha thot se disponon dokumente për të provuar atë që e konsideron mega skandal dhe do t'i depozitojë në prokurori. Këtu keni dokumentat, hartën kadastrale, legalizimin që fakton se në vitin 2004 ka qenë tokë arë, nuk ka qenë as kish, as teqe, as xhami. Pra, këta që betohen dhe shkon e predikon ky mashtrues,
na predikon, thotë se ishte faltore. Do ketë një kallëzim i cili, si që bë për Irena Gjokën dhe gjykoj Altin Gjoka, edhe ky do mund të gjej se këta janë një korporat krimi. Dosja Partizani, për të cilën Berisha, dhëndri i tij dhe disa bashkëpunëtor janë vënë në akuzë po gjykohet në gjykatën e posaçme. Seanca tjetër është mërkurën teksa pritet të japin deklarime dëshmitarët e thirrur nga organi i akuzës. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e ish-kreut të autoritetit rrugor Gentian Gjyli dhe ish-drejtuesit të korporatës elektroenergjitike Erail Delezi për zbutje të masës së sigurisë arrest në shtëpi. Ata akuzohen për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tenderat së bashku me ish-numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku. Po këtë të hënë, gjykata antikorrupsion pranoi kërkesën e prokurorisë për zgjatje të hetimeve ndaj tyre me 3 muaj. Pak ditë më parë, ish-ministra e infrastrukturës Belinda Balluku bori kërkesë në gjykatën e lartë, duke kërkuar heqjen e pezullimit nga detyra si mas sigurie vendosur nga gjykata e posaçme në nëntor të vitit të kaluar. Portali qeveritar i Albania ka rikthyer shërbimet pas 3 ditësh mbylljeje. Nga kjo e hënë, platforma është rihapur e përditësuar. Kryeministri Edi Rama prezantoi ndryshime duke nënvizuar se tashmë shërbimet do të jenë më të shpejta dhe më të thjeshta për të përdorur nga personat me aftësi të kufizuara. Sipas Ramës, platforma e re vjen ridizenjuar me një infrastrukturë tërësisht të modernizuar për të ofruar një eksperiencë më të shpejtë për qytetarët dhe bizneset. Një situatë e tensionuar është regjistruar mëngjesin e kësaj të hëne në ambientet e aeroportit të ndërkombëtar të Vlorës. Një përplasje mes kompanive që janë të angazhuara në punime ka sjellë ndërprerjen e tyre. Kompania e Begjet Pacolli, që pretendon se ka të drejtë ligjore për të ushtruar aktivitetin, thotë se hyrja e punonjësve të saj është ndaluar nga firma Vlora International Airport. Kjo e fundit shprehet se çështja në fjalë lidhet me ekskluzivitetin me një marrëdhënie kontraktuale ndërmjet shoqërisë koncesionare dhe një prej kompanive për kryerjen e punimeve ndërtimore. Kontraktori në fjalë, sipas VIA, ka rezultuar me vonesë të konsiderueshme për përmbushjen e detyrimeve të tij në shkelje të afateve të përcaktuara. Për këtë arsye, shoqëria koncesionare ka ndërprer marrëdhëniet me këtë kontraktor. Përplasjet në fermën e vipave Savin dhe Rite, ndërsa aleancat bëhen tashmë edhe më të qarta. Sot në mbrëmje do të zbulohet se cilin ka zgjedhur publiku si të preferuarin mes 9 konkurrentëve dhe çfarë do të ndodhë me të tjerët. Në një garë ku çdo ditë vjen e bëhet më e ngarkuar me emocione, ferma VIP 3 po kthehet në një arenë të vërtet sfidash, tensioni dhe aleancash. Çdo orë që kalon forcon ndarjet, zbulon karakteret dhe teston kufit e durimit. Por mes garës, lojës dhe strategjive, nuk harrohet qëllimi kryesor i këtij formati, organizimi i punëve dhe mbi të gjitha përkushtimin ndaj kafshëve. Indri, kryefermeri në fuqi, vijon me ndarjen e punëve, edhe pse shpesh është përballur me refuzime dhe mungesë bashkëpunimi nga pjesa tjetër e fermerëve. Dhe kjo vetëm sa ka rritur tensionet në fermë. Ndërkohë televotimi i hapur që prej ditës së premte për 9 të nominuarit ka shtuar pasigurinë. Cili prej tyre do të jetë më i mbështetur nga publiku dhe çfarë do të ndodhë me pjesën tjetër të fermerëve? Zhaku dhe Kostana vijojnë të përjetojnë izolimin të Fakirit pas dënimit për shkeljen e rregullave. Por duket se miqësia mes vajzave nuk zgjati gjatë, pasi prej momentit që u bën pjesë e Fakirit, komunikimi mes tyre u ndërpre. Çfarë ka ndodhur mes Zhakut dhe Kostanës dhe çfarë ndikoi në prishjen e raportit? Ndërsa 2 hyrjet e reja kanë ndryshuar rutinën e fermerëve. Klevisa dhe Sergini u bashkuan fermës në një moment ku aleancat, strategjitë dhe tensionet janë më të forta se kurrë dhe duket se janë përshtatur me një herë. Ndaj sonte në mbrëmje, gjatë spektaklit ju presin të tjera surpriza dhe një garë e vërtet. Ferma VIP ju lë takim në orën 21 në ekranin e Vision Plus në 2 kanalet të dedikuara si dhe live në YouTube. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.